Atëherë po bëjmë leximin e shenjës së akrepit. Çfarë po ndodh me akrepët? Kjo javë çfarë do sjell tek akrepët në muajin gusht? Atëherë shikoj tek akrepët sheh identitetin femër, sikur po qëndron me atë bukurinë e saj dhe me mënyrën e saj të performimit të jetës në dy anë kryesore, ku mendon se dashuria është perfekte tek kjo, mendon sepse gjërat i ka në mënyrën e dur dhe në balancën e dur, madje po gëzon jetën e saj në këtë dashuri, në fillimet e saj. Shikoj identitetin mashkull që gjërat po i merren me qetësinë e dur dhe me avashsinë e tij, edhe se çka, sepse është ndjer pak i lodhur dhe i mendon gjërat pak të ndryshe nga largpamës i vetvetes. Femrat gjithmonë luftojnë, nuk duan që të jenë më në atë fasadë që ato kanë kaluar, duan të kenë ndryshime të jeta e tyre, edhe mbajnë armët e tyre gati, ose më saktë sjelljen e tyre, vigjilencën e tyre, ti kuptojnë gjërat më mirë se sa jetën që ato kanë kaluar në këtë pjesë të dështimit, të humbjes, apo të marrëdhënies që nuk e kanë pasur siç ato kanë dëshiruar. Shikoj që tek femrat do të rezonoj një ardhshmëri shumë e madhe, tek akrepët do shënojnë një dritë jeshile për to, sepse ato manifestojnë me vetveten e tyre, duke besuar dhe organizuar pjesë manifestimesh në natyrën. I parapëlqen natyra, pjesa të qëndrimit, të mendojnë dhe të meditojnë për pjesën e çfarë do ndodh tek ato. Por shpesh herë kanë kujtime, ose më saktë ndeshe me nostalgjinë e pjesës së periudhës që ato çfarë kanë kaluar nuk duan të përjetojnë më, i marrin gjërat pak si me anën e stresantes, por nuk duhet të jenë në këtë fazë, sepse gjërat nuk janë më ashtu siç kanë qenë, do të ndryshojnë pjesa e jetës së tyre, sepse ato kanë pasur realisht kanë pasur dhe sinjale ndryshimi tek jeta, nuk janë në këtë fazë që ato mendojnë. Por bukuria e tyre gjithmonë mbetet e pastër dhe e kthjellët, duan të jenë të paqes dhe të mirëkuptimit, i shikojnë gjërat më me rrugëdalje, madje tregon më të forta kur do herë në paraqitjen e personave të jashtëm, nuk duan ta tregojnë vetveten që ato kanë në brendsinë e tyre një kujtim të hidhur, ose më saktë një jetë jo të mirë. Realisht mendojnë që gjërat e tyre do jenë në balancën e dur dhe të mirëfillt. Mendoj sepse tek peshorët ka rezonuar më shumë identiteti femër, për arsye sepse femrat janë pak më të ndjeshme në këtë kuptim, po jo sepse edhe meshkujt nuk e kanë atë pjesë të gjendjes emocionale ose të ndjeshmërisë, janë dhe ato pothuajse, por femrat kanë në natyrë të brishtën dhe të paqes, të cilët manifestojnë ndaj vetes. Atë mesazhet të përcjellet te shenja e akrepit të jenë që të tregohen më vigjilente dhe do luftojnë në çdo hap për pjesët që përballen në fasadë, edhe po çka se personat që kanë qenë pas shpinës së tyre, ose më saktë pas kornizës së jetës reale që ato kanë realizuar, tregohen me maska të fytyrave të ndryshme, si të manipulimit, si të vendosjes të ndryshimeve në epitete, gjithçka midis tyre do jetë e balancuar. Shikoj që tek meshkujt do kenë ardhshmëri, do i marrin gjërat e veta dhe do drejtohen në një rrugëtimi më të drejtë dhe më të duhur, do i lënë pas pjesët e hidhura të jetës të kaluar, sfidave, luftimet apo gjërat që ato kanë kaluar në jetën e tyre, po drejtohen drejt një universi të cilët ju dëzon në një ndjeshmëri më të madhe, në rritjen e financave, në rritjen e marrëdhënies së tyre, do jenë më të rritur në mendje dhe në veprim. Edhe shpesh herë ndodh edhe pasiguria tek ato, edhe pse heqin veten që do jenë ato më të fortut se kur, por shpesh kanë frikë brenda vetes së tyre. Mesazhi kësaj jave përfundimtar tek cilët shenjat e akrepit do kenë një ardhshmëri shumë më të madhe se sa ato çfarë ato kanë kaluar, do përballen me një situatë që do ndikojë në rritjen e tyre në financa, në dashuri, në familje, do kenë më mirë kuptime, do jenë larg qendrës së vëmendjes tek personat që kanë ndikuar negativisht tek ata.